Çështja e partive të tjera opozitare, PDK-s dhe LDK-s, ju thëmë me bindje të plot, nuk ndryshojnë asgjë për sa i përket temës së drejtave të komunitetit LGBT. Mirë, çfarë ka ndryshuar dhe vendosja që ju keni hyrë në ta? Janë parti anëtare të PPE-s evropiane dhe si të tilla mundet me pas vota individuale kundër kodit civil ose kundër martesës ose kundër, por nuk ka votë këtyre partive kundër. Çfarë ka ndryshuar dhe vendosja sipas jush? Çka ka ndryshuar? Vetë vendosja ka pas 14 deputet që ka qenë kundër kodit civil. Në kuadër të kësajna, 2 kanë dalë për vendosjes, 12 kanë vazhduar kuadër të saj. Prej tyre kanë qenë deputet, janë lista zgjedhore, janë kryetar të komunave të cilët kanë qenë kundër. Rreth kësaj kemi bisedu për 4 vite. Pas dështimit që e ka pas lëvizja vendosje, nuk e ka proceduar më çështja këtë kod, e kemi diskutuar dhe unë besoj fuqishëm që çështja e kodit do të rikthehet në pajtim me vlerat e popullit tonë në kuvend dhe ky rikthim në kuvend në pajtim me vlerat e popullit tonë mundet me kalu me pëlqimin e gjitha partive politike për peshën që e ka një kod civil meritën dhe vendosjes. Mjalon meritën dhe vendosjes, që do të vijë? Unë besoj që merita ka me qenë e presionit madh që është bë prej qytetarëve. Ju do ta bëni presionin brenda partisë nëse do të bëni deputet? Unë do ta bëj presionin, sot e bëj presionin, nesër do ta bëj presionin dhe do të qëndrojnë këto parime deri në fund. Për mua është e parëndësishme të qendrojnë apo mos qendrojnë deputet. Diçka duhet me pas shumë qartë. Aktiviteti jam publik është më shumë aktivitet se ndoshta 70% deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Pjesëmarrja jam për tema ndryshme në mediat e Kosovës. Nëse mendojna për kontributin individual, është më i madh ndoshta se 70% deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Unë veç mendoj që një pozicion që mundet me qenë siç është pozita e deputetit, mund të jetë më përmbajtësore për mishtim menimet përpara. As nuk paraqet peshë ekonomike, as nuk paraqet peshë publike, sepse që të dyja ato në faktikon. Peshën publike çdo natë pothuajse ose çdo javë nëpër media, peshën ekonomike shqyqysh zotit e kemi punë Terezi prej aspektit tonë privat, jo prej aspektit publik, dhe krejt kjo çka mundet me ndodh veç me pas një pozicion ku pesha jote ose fjala jote ka peshë më shumë se sa që ka nëpër media.